Në mesin e kopshteve të mbushura me pemë frutore, shega qëndron si një mbretëreshe kurorëzuar, jo vetëm për shkak të formës së saj karakteristike, por për shkak të thesareve të fshehura që mbart brenda lëkurës së saj të ashpër dhe të kuqeremt. Shpeshherë ne nxitonim të shijonim kokrat e saj të ëmbla plot lëng, duke hedhur te lëkurën pa e ditur se po flaknim një nga antibiotikët dhe antiparazitarët më të fuqishëm që natyra ka krijuar ndonjëherë. Historia e përdorimit të lëkurës së shegës daton mijëra vite më parë, në mjekësinë e lashtë kineze dhe atë ajurvedike, ku mjekët e vjetër e konsideronin atë si shëruesin e heshtur të sistemit tretës. Sot, kur bota po I kthehet gjithnjë më shumë fuqisë së bimëve për të luftuar rezistencën ndaj barnave sintetike, ky lëng po rifiton vëmendjen që meriton. Problemi I parazitëve të zorëve është më I përhapur se sa mund të mendojmë. Ai nuk prek vetëm zonat me higjenë të ulët, por mund të jetë një mysafir I paftuar në çdo organizëm përmes ushqimeve të papastruara, ujit apo kontaktit me kafshët. Kur flasim për efektin e menjëhershëm brenda 24 orëve, nuk po flasim për magji, por për kimit të pastër organike. Lëkura e shegës përmban një përqindje jashtëzakonisht të lartë të alkaloidit të quajtur peltierine, si dhe tanine dhe polifenole. Këto substanca veprojnë si një agent paralizues për parazitët. Sapo lëngu bie në kontakt me mjedisin e zorëve, këto komponime sulmojnë sistemin nervor të krimbave dhe parazitëve, duke I detyruar ata të lëshojnë kapjen e tyre pas mureve të zorëve. Pasi paralizohen, trupi e ka shumë më të lehtë t'i nxjerrë jashtë përmes procesit natyral të jashtëqitjes. Përgatitja e këtij lëngu kërkon kujdes dhe respekt ndaj dozave. Nuk mjafton vetëm t'i hedhësh lëkurat në ujë. Procesi duhet të jetë I ngadalt për të lejuar nxjerrjen e të gjithë komponenteve aktiv. Pasi lëkurat thahen mirë në hije për të ruajtur vlerat, ato mund të zihen në ujë të pastër derisa lëngu të marrë një ngjyrë të errët, pothuajse si qelibar I kuqeremt. Shija është e hidhur dhe tejet e fortë, pikërisht sepse aty përqendrohet forca e saj vrasëse ndaj baktereve dhe parazitëve. Procesi I tharjes së lëkurave është hapi I parë dhe vendimtar për të garantuar që ky lëng të ketë fuqi maksimale goditëse. Nuk duhet të përdoren kurrë lëkurë që kanë filluar të nxihen apo që kanë shenja myku, pasi lagështia e tepërt mund të krijojë toksina që irritojnë stomakun. Ideale është që lëkura të pastrohet me kujdes nga pjesa e bardhë e brendshme, e cila është shumë e hidhur dhe mund të shkaktojë përzierje nëse teprohet, dhe të lihet në një vend të ajrosur mirë, larg dritës së drejtpërdrejtë të diellit, derisa të bëhet aq e brisht sa të thyhet me dorë. Kur lëkura është gati, fillon rituali I përgatitjes së lëngut. Raporti ideal është rreth 10 deri në 12 gram lëkurë të tharë për çdo 200 ml ujë. Uji duhet të sillet në pikën e vlimit dhe më pas të lihet të zihej së bashku me lëkurat në zjarr të avashëm për të paktën 10-15 minuta. Gjatë kësaj kohe, polifenoli dhe acidi elagjik qëndrojnë në rolin e tyre mbrojtës, duke u transferuar nga fibra e lëkurës në lëngun që do të konsumojmë. Sapo lëngu ftohet, ai duhet të konsumohet me stomak bosh. Kjo është pika ku shumë njerëz gabojnë. Parazitët janë më aktiv dhe më të uritur në mëngjes. Duke e dërguar këtë lëng direkt në sistemin e tyre, pa praninë e ushqimeve të tjera që mund ta hollojnë përqendrimin, efektet janë shkatëruese për parazitët. Brenda pak orësh, alkaloidet fillojnë punën e tyre, duke shkaktuar një lloj ngurtësimi te krimbat e zorëve, si askaridet apo tenjat, duke u bërë të pamundur lëvizjen apo ushqyerjen. Përtej vrasjes së parazitëve, ky lëng bën edhe një riparim të mureve të zorëve. Taninet veprojnë si astringent, që do të thotë se ato të kurrën indet e irrituara dhe ndihmojnë në mbylljen e mikrolëndimeve që parazitët lën pas kur shkëputen. Kjo parandalon inflamacionin e mëtejshëm dhe ndihmon në rikthimin e florës bakteriale në gjendjen e saj optimale. Është e rëndësishme të theksohet se ndonse natyral, ky lëng është jashtëzakonisht I fuqishëm. Nuk duhet të tejkalohen dozat e rekomanduara, pasi një teprim me lëkurën e shegës mund të shkaktojë marramendje ose rritje të përkohshme të tensionit të gjakut. Për fëmijët, dozat duhet të jenë gjithmonë të përgjysmuara dhe të monitoruara me kujdes. Ky lëng nuk është thjesht një pije. Është një protokoll pastrimi që ka shpëtuar breza të tërë përpara se farmacitë të ekzistonin. Nëse dikush vuan nga fryrja e vazhdueshme e barkut, lodhja e pashpjegueshme apo dëshira e tepërt për sheqerna, shenja tipike të pranisë së parazitëve, ky lëng ofron një rrugëzgjidhje të shpejtë.
Pas 24 orëve të para, sistemi tretës ndihet më i lehtë, sikur një peshë e padukshme është hequr nga brendësia. Për të maksimizuar efektin e këtij lëngu, shpesh mjekësia popullore sugjeron kombinimin e tij me elemente të tjerë sinergjik që veprojnë si përforcues. Një nga këta partner natyral është karafili. Ndërsa lëkura e shegës përshkon sistemin duke paralizuar parazitët e rritur, karafili përmban eugenol, një substancë që ka aftësinë të shkatërrojë vezët dhe larvat që parazitët lën pas në palosjet e zorrëve. Ky veprim i dyfisht siguron që cikli i riprodhimit të tyre të ndërpritet plotësisht, duke parandaluar rishfaqjen e problemit pas pak javësh. Kur lëngu i lëkurës së shegës hyn në kontakt me mëlçin, ai nxit prodhimin e lëngjeve biliare. Bilia është mbrojtja natyrale e trupit kundër mikrobëve. Ajo ndihmon në tretjen e yndyrave, por edhe në krijimin e një mjedisi alkalin ku parazitët e kanë të pamundur të mbjetojnë. Shumë njerëz që vuajnë nga parazitët ankohen për një mjegullim të trurit ose lodhje kronike. Kjo ndodh sepse parazitët lëshojnë toksina si amoniaku drejt për drejt në gjakun tonë. Duke pirë lëngun e shegës, ne jo vetëm që dëbojmë pushtuesit, por ndihmojmë mëlçin të filtrojë këto mbetje helmuese, duke rikthyer qartësinë mendore dhe energjinë brenda natës. Një aspekt tjetër që shpesh neglizhohet është roli i mikrobiomës pas këtij pastrimi intensiv. Pasi ka kryer detyrën e vrasësit, lëngu shndërrohet në një ple ushqyes për bakteret e mira si Lactobacillus dhe Bifidobacterium. Kjo do të thotë se ndërsa armiqt largohen, ushtria jo mbrojtëse forcohet. Është një proces transformimi i plot i ekosistemit tonë të brendshëm. Nëse dikush vendos të ndjek këtë rrugtim shërimi, duhet të jetë i përgatitur për reagimet e trupit. Gjatë atyre 24 orëve të para, mund të ndjeni lëvizje të shtuara të zorrëve apo një ndjesë nxehtësie në stomak. Ky nuk është një shenjë e keqe. Është prova që alkaloidet po bëjnë punën e tyre. Trupi po lufton për të rimarrë territorin e humbur. Gjatë kësaj kohe, rekomandohet konsumi i lartë i ujit të ngrohtë me pak limon, për të lehtësuar nxjerrjen e mbetjeve dhe për të mbajtur veshkat e hidratuara. Përdorimi i lëkurës së shegës nuk është thjesht një trend i momentit, por një trashëgimi që na kujton se për çdo sëmundje që vjen nga toka, toka ka prodhuar edhe ilaçin për katës. Ky lëng magjik është një thirrje për t'u kthyer te thjeshtësia, te fuqia e asaj që dikur e konsideronin mbeturinë, por që në fakt është një mburojë e vërtet për shëndetin tonë jetik. Përveç pastrimit të brendshëm, forca e këtij lëngu reflektohet dukshëm edhe në shëndetin e lëkurës sonë. Shpeshherë, probleme dermatologjike si aknet e rënda, skuqjet e pashpjegueshme apo edhe ekzemat, nuk janë gjë tjetër veç se një klithme mëlçisë dhe zorrëve të mbingarkuara me toksina parazitare. Kur lëngu i lëkurës së shegës fillon të eliminojë parazitët, ngarkesa toksike në gjak ulet ndjeshëm. Brenda pak ditësh pas tretmanit, njerëzit vërejnë një shkëlqim të ri në fytyrë dhe zbehje të rrathëve të zinj poshtë syve, të cilët shpesh lidhen me keqpërthithjen e lëndëve ushqyese për shkak të mysafirëve të padëshiruar në zorr. Një element kyç që e bën këtë lëng magjik është stabiliteti i tij nëse ruhet siç duhet. Për të pasur gjithmonë në dispozicion këtë ilaç natyral, duhet të zotëroni artin e ruajtjes së lëkurave. Pasi lëkurat janë tharë plotësisht, duhet të jenë aq të forta sa të kërcasin kur i thyeni. Ato duhet të vendosen në vazoqelqit e errët ose në qese letre. Ruajtja në plastik është një gabim i zakonshëm që duhet shmangur, pasi plastika nuk lejon aerosje minimale dhe mund të krijojë lagështirë mikroskopike, duke favorizuar mykun. Një lëkurë shege e tharë mirë mund të ruajë vetitë e saj antiparazitare deri në 2 vjet, duke qenë një farmaci e gatshme në shtëpinë tuaj. Nëse dëshironi të rrisni fuqinë e këtij lëngu për raste specifike, siç janë amebat ose giardia, mund të shtoni një degës të vogël pelini Artemisia gjatë zierjes. Pelini është i njohur për hidhërimin e tij ekstrem, por në kombinim me taninet e shegës, ai krijon një mjedis aq armiqësor sa asnjë mikroorganizëm patogjen nuk mund të mbjetojë. Megjithatë, duhet treguar kujdes. Ky kombinim është tejet i fuqishëm dhe duhet përdorur me ndërprerje. Zakonisht jo më shumë se 3 ditë rresht, pasuar nga një periudhë pushimi për t'i lejuar trupit të rigjenerohet. Gjatë procesit e eliminimit, është e dobishme të ndiqet një dietë specifike për 24 orët e trajtimit. Shmangja e sheqernave, produkteve të qumshtit dhe brumrave është esenciale, pasi këto janë karburanti i preferuar i parazitëve.
duke i vrarë me uri ata dhe duke i goditur njëkohësisht me lëngun e lëkurës së shegës, ju garantoni një sukses të plot. Në vend të tyre, konsumoni supra të lehta me perime dhe shumë hudra, e cila është një tjetër aleat natyral që përforcon efektin e shegës. Ky udhëtim drejt shërimit përmes lëkurës së shegës na mëson se shëndeti i vërtet nuk vjen gjithmonë nga molekulat e komplikuara laboratorike, por nga thjeshtësia e natyrës që na rrethon. Çdo glënik e këtij lëngu të hidhur është një hap drejt ekuilibrit, një mënyrë për të rifituar kontrollin mbi trupin ton dhe për të pastruar tempullin ton të brendshëm nga gjithçka që na vjedh energjinë dhe jetëgjatësinë. Pasi trupi çlirohet nga bara e parazitëve, ndodh një fenomen që shpesh neglizhohet, rilindja imunitare. Sistemi ynë imunitar harxhon rreth 70% të energjisë së tij në traktin gastrointestinal. Kur parazitët janë prezent, ushtria e ruazave të bardha është në alarm të vazhdueshëm, duke u përpjekur të luftojë inflamacionin dhe toksinat që ata lëshojnë. Sapo lëngu i lëkurës së shegës kryen misionin e tij, kjo energji lirohet. Rezultati: një rritje menjëhershme e rezistencës ndaj virozave dhe ftohjeve të zakonshme. Një nga sekretet më interesante të këtij lëngu është përdorimi i tij si eliksir për mishrat e dhëmbëve. Shumë pak njerëz e dinë se i njëjti lëng që vret parazitët është armiku numër 1 i baktereve që shkaktojnë gingivitin dhe periodontitin. Shpëlarja e gojës me lëngun e ftohur të lëkurës së shegës jo vetëm që shtrëngon mishrat e dhëmbëve fal tanineve, por eliminon edhe erën e keqe të gojës që shpesh e ka zanafillën nga problemet me tretjen ose infeksionet bakteriale në zgavrën e gojës. Nëse zhvendosemi te bukuria dhe shëndeti i flokëve, lëkura e shegës fsheh një tjetër veti magjike. Gratë në Persinë e lashtë e përdornin lëngun e zier si një shpëlarës final pas larjes. Antioksidantët e fuqishëm jo vetëm që mbrojnë pigmentin natyral të flokut, duke e bërë atë të shkëlqejë në diell, por kriprat minerale që gjenden në lëkurë forcojnë rënjen dhe parandalojnë rënjen e tepërt. Është një trajtim luksos që kushton 0 lekë, por që rivalizon maskat më të shtrenjta të salloneve. Një kuriozitet tjetër lidhet me ndikimin emocional. Në mjekësinë holistike, zorët njihen si truri i dytë. Kur ato janë të pastra, prodhimi i serotoninës, hormonit të lumturisë, rritet. Pasi pjesa më e madhe e këtij hormoni sintetizohet pikërisht në zor. Shumë njerëz raportojnë një gjendje qetësie dhe reduktim të ankthit, pas një kure 24 orëshe me lëngun e lëkurës së shegës. Nuk është thjesht suggestion. Është kimia e një trupi që më në fund po thith lëndët ushqyese pa pasur vjedhës në bord. Për ata që merren me aktivitet fizik, lëngu i lëkurës së shegës shërben si një anti-inflamator natyral për nyjet. Pas pastrimit të parazitëve, acidi elagjik që mbetet në qarkullimin e gjakut ndihmon në reduktimin e dhimbjeve të kyçeve dhe muskujve, duke e bërë lëvizjen më të lehtë dhe më pak të dhimbshme. Si të përgatisni pluhurin e artë nga lëkura e shegës. Nëse nuk dëshironi ta zjeni çdo herë, mund të krijoni një pluhur që ruhet gjatë. Grini lëkurat e thara mirë në një mull i kafeje derisa të bëhen pluhur i imët. Ruajeni në një vazo qelçi. Përdorni gjysmë luge çaji në një gotë me ujë të ngrohtë ose mjalt çdo mëngjes për mirëmbajtje. Ky pluhur është gjithashtu një mjet urgjence për ndalimin e diaresë brenda 30 minutave, duke qenë se vepron si një magnet për toksinat dhe ndihmon në mpiksjen e përmbajtjes së zorëve në mënyrë natyrale. Gemini Said. Përveç betejës me parazitët, ky lëng fsheh një tjetër fuqi të jashtëzakonshme: rigjenerimin e mëlçisë së mbingarkuar. Mëlçia jon shpesh vuan nga ajo që quhet steatoz ose mëlçia e dhjamosur, si pasojë e dietave të pasura me sheqer dhe ushqime të procesuara. Lëkura e shegës përmban veti lipolitike, që do të thotë se ndihmon në shpërbërjen e depozitave të yndyrës rreth qelizave hepatike. Duke konsumuar lëngun e zier, ne nxisim prodhimin e enzimave antioksiduese si glutathione, e cila është mjeshtri i pastrimit në trupin ton. Një përdorim mjaft interesant dhe pak i njohur është ai në kopshtarinë organike. Nëse ky lëng vret parazitët në zorët tona, ai bën të njëjtën gjë edhe për bimët që kemi në shtëpi apo në kopsh. Nëse shihni selulet tuaja janë sulmuar nga afidet ose kërpudhat, mund të përdorni lëngun e mbetur nga zjerrja e lëkurave si një pesticid natyral. Mjafton ta spërkatni mbi gjethet e bimëve. Taninet do të krijojnë një mburojë mbrojtëse që largon insektet pa dëmtuar mjedisin dhe pa përdorur kimikate toksike që mund të thithen nga toka.
Nëse kthehemi te shëndeti i zemrës, lëngu i lëkurës së shegës është një fshesë natyrale për arteriet. Antioksidantët e saj parandalojnë oksidimin e kolesterolit të keq, LDL, i cili është shkaku kryesor i bllokimit të enëve të gjakut. Duke pirë këtë lëngë rregullisht, qoftë edhe në doza të vogla, ju ndihmoni në ruajtjen e elasticitetit të arterieve, duke ulur rrezikun e tensionit të lartë dhe problemeve kardiovaskulare. Për ata që vuajnë nga ulçera në stomak apo gastriti i shkaktuar nga bakteri Helicobacter pylori, lëkura e shegës ofron një lehtësim të menjëhershëm. Ajo vesh muret e stomakut me një shtresë mbrojtëse dhe lufton drejt për drejt bakterin, duke ulur aciditetin e tepërt. Është vërtet mbresëlënëse se si një pjesë e frutit që ne e konsiderojmë beturin, mund të ketë një spektër aq të gjerë veprimi, nga zorët e deri te qarkullimi i gjakut. Në rrafshin e jetëgjatësisë, ky lëng konsiderohet një agent kundër plakjes, anti-aging. Ai mbron telomeret tona, skajet e kromozomeve që përcaktojnë se sa shpejt plaken qelizat tona. Duke neutralizuar radikalet e lira në nivel qelizor, lëkura e shegës jo vetëm që na mbron nga parazitët, por na ndihmon të qëndrojmë të rinj nga brenda jashtë. Përdorimi i fundit, por ndoshta më i rëndësishmi në rrafshin e mjekësisë shtëpiake, lidhet me aftësinë e këtij lëngu për të pastruar rrugët urinare dhe për të luftuar infeksionet kokëforta si koli. Për shkak të vetive të forta antibakteriale dhe efektit të tij diuretik, lëngu i lëkurës së shegës vepron si një flushing shpëlarës natyral për veshka. Ai parandalon kristalizimin e kriprave që formojnë gurët në veshka dhe ndihmon në qetësimin e djegjes gjatë urinimit, duke krijuar një mjedis ku bakteret nuk mund të ngjiten pas mureve të fshikëzës. Nëse dëshironi ta kaloni këtë në një nivel tjetër, mund të përgatisni vajin e kuq të shegës për përdorim të jashtëm, i cili është një mrekulli për trajtimin e celulitit dhe rigjenerimin e indeve. Procesi është i thjeshtë. Mbusheni një kavanoz me lëkurë shege të tharë dhe të grimcuar. Mbulojeni plotësisht me vaj ulliri cilësor ose vaj bajamesh. Lëreni në një vend të ngrohtë dhe të errët për 40 ditë. Ky vaj bëhet ekstremisht i pasur me acid punicis, i cili nxit prodhimin e kolagjenit dhe përmirëson qarkullimin limfatik. Masazhimi i zonave problematike me këtë vaj ndihmon në shpërbërjen e depozitave dhjamore në lëkurë dhe jep lëkurës një elasticitet që rrallëherë gjen te produktet komerciale. Në mbyllje të këtij rrugëtimi mbi lëngun magjik, duhet të kuptojmë se sekreti nuk qëndron te sasia, por te konsistenca dhe respekti ndaj natyrës. Lëkura e shegës nuk është thjesht një ilaç për parazitët. Ajo është një simbol i inteligjencës së natyrës, që na mëson se shërimi shpesh fshihet në atë që ne konsiderojmë të pavlerë. Duke pirë këtë lëng, ju po bëni më shumë se sa thjesht një pastrim. Po jepni trupit tuaj një mundësi për të rindërtuar nga e para, i çliruar nga parazitët, toksinat dhe inflamacioni. Ky është një eliksir që çdo shtëpi duhet ta ketë në dollapin e saj të barnave natyrale. Një dhuratë nga toka që vret të keqen brenda 24 orëve dhe ushqen të mirën për gjithë jetën.